Shtëpia është diçka. Shtëpia është djersa, jeta, gjithë mundi im që kam punuar kaq kohë. Shtëpia çdo gjë. Sot jemi në një situatë tillë ku kemi 30% të paktën, mbi 30% më pak pyetje se ç'kishim para 20-25 vitesh. Pra, total. Praktikisht, fondet për rigjenerimin e pyjeve, për shtimin e sipërfaqes pyjore për pyllëzimin në Shqipëri janë më të ultat në Europë dhe më të ultat gjithashtu në rajon, pra Maqedonia. Ky pyll brezi jon njerë. Unë njërë, po dhe fëmijët e mi nuk më të çojnë jeshile. Pishme. Si që ishe me përpara. Se pisha shumë e vështirë, nuk bëhet. Kjo është një gjë, një katastrofë shumë e madhe në zonën tonë.